unë e kam thënë që Milani duhet kapi top 4 dhe e shoh për top 4, sepse pronarëve të Milanit i intereson që të futen ato 50-60 milionë euro. Sepse nëse s'më futen ato 50-60 milionë euro, në verë Milani do shesi 1-2 lojtar prap, sepse duhet balancoj bilancet që ka. Kjo është e gjitha që kam thënë duke ditë pronarët që ka dhe rrugtimin që ka. Fati atyre quhet Max Allegri, që Max Allegri me gjithë mirat dhe me gjithë këshijat është ndër trajnerët më të suksesshëm italian. Dhe kjo nuk është sepse ka pas fat, por sepse ai burri di ta bëj punën e vet shumë mirë. Sot unë dëgjoj njerëz që thonë duhet kishe luajt më mirë, duhet kishe di dhe unë që Milani duhet luajt më mirë se jam mësuar me Milan tjetër. Absolutisht nuk jam dakord që duhet luajë kështu Milani. Por kur ti e ke një ekip që nuk ka një sulmues, që ka nejt jashtë 1 muaj e gjys Leao, që ka nejt jashtë 1 muaj e gjys Pulisic, që nuk ke marrë një bomber, që ke marrë një Nkunku që mezi boni 2 gola, një Santiago Gimenez që ka qenë totalisht shkatrimtar gjatë gjithë saj pjese dhe edhe u dëmtu tani, që nuk ke mundësi financiare dhe merr një Füllkrug që ka bërë 2 gola, 3 gola në një vit. Pra gjitha këto më çojnë për idenë që maksimumi që ti mund të kapet është top 4. Qofse Allegri fiton titullin për mua është më shumë se sa fenomenal. Dhe kjo nuk ka të bëj fare me të luajtur me një herë në javë, por ka të bëj me faktin që ekipin që ka nuk e ka të kompletuar. Mbrojtësa që ka sot Milani janë mbrojtësa që përveç me mbrojtjen me 3 nuk mund të luajnë dot me 4, sepse Milani është po luajti me 4 është në siklet jashtëzakonshëm me kundërshtarin për ta mbrojtur rezultatin.